Mos I fshihni paratë kurrë në këto vende në shtëpi. Ja pse. Për shumë njerëz, ruajtja e parave në shtëpi është një zakon. Megjithatë, kjo nuk është një ide e mirë, sidomos nëse bëhet fjala për vendet që janë lehtësisht aksesueshme nga hajdutët. Pra, ka disa vende të ndaluara në shtëpi ku nuk duhet t'i lini asnjëherë paratë tuaja. Së pari, mos I lini asnjëherë në pajisjet elektrike ose në pajisjet e vjetra. Nëse po mendoni t'i fshihni paratë brenda pajisjeve ose në një celular të vjetër, atëherë mos e bëni. Ka mundësi që pajisjet të tërheqin interesin e hajdutit si objekte, sepse shumë njerëz përdorin këto teknika. Së dyti është dysheku. Asnjëherë nuk duhet ta mbani në këtë vend. Gjithashtu, zgjidhjet e ardhshme të shumë të këqija për të mbajtur paratë janë edhe sirtarët. Megjithatë, ka disa vende ku mund t'i fshihni paratë, në lodrat e fëmijëve, në pelena ose edhe në qeset të plerave. Vëmendje. Për më shumë informacione ju ftojmë të dëgjoni videon më poshtë.